siç e shihni sot janë veshur si kryeministri, domethënë me tuta sportive poshtë dhe me një xhaket. Do thonë juve a kam Edi Ramën këtu, jo, nuk na vjen Edi Rama, se shumë i zënë me fushatën. Por kam një socialist të mirë, kam një socialist të vërtet. Një ndër ata mendimit kritik dhe një nga ata kolosët e politikës qytetare, unë ja kam studio dhe është zoti Petro Koçi. Mirë se gjeta. Mirë kur infektohesh pozitivisht. Shiko, është diçka që mund ta neveris politikisht. E kam gjithë drejtën e botës si një socialist mund të neverisi Berishën për gjithë metat që ka, që është pafund me të meta. Por unë përpiqem që t'i marr gjën e mirë. Por shpresojmë që omret. Unë e kuptoj që ata në lojën e tyre politike, ka gjithë drejtën e botës ai, e ka zarët në dorë. Ata i kanë zarët për momentin në dorë. Klasë, po themi, oligarkësh, të pasurish. Të cilët kanë në dorë shumë pushtete. Domethënë mund mos kenë shumë pushtet politik, por duke patur pushtet ekonomik dhe mediatik, në mënyrë kanë edhe pushtet politik. Këtu se kam fare problem për ta thënë. Jemi racional. Është një, për shembull, mund të them një gjë për cilën kam folur dhe le të përdorim termin më ka zënë goja lesh. Më ka zënë goja lesh fiks. Hipotekat. Hipotekat. Domethënë, edhe nëse ne flasim për sfidën e këtij 4 vjeçare që vjen, për mua hipoteka është sfida që lidhet me qytetarën. Nuk e merr dot. Nuk e merr dot. Ka korrupsion. Ka korrupsion. Dhe nuk e di këta njerëz që vjen atje sikur çat dreqin u ndodhe valla, sikur këtu është tamam ai termi infeksion. Por ka një problem tek ne. Ne japim besën në individit, jo parimit. Besa apo omerta? Po ja dhe individit për mua është problem. Po ja dhe një parimi, pra ti nëse i jep besën një parimi, është shumë ndryshe. Përjashtohen njerëz me integritet nga një parti, unë mendoj se Edi Rama dhe Partia Socialiste nuk e ka luksin valla. Për kërkimin e mandatit 4. Parti perfekte nuk ka. Mos harroni më kryesorën. Jo, mos ta nxjerrë se votojmë atë. Edhe La Civita 5 thot. E dini vetë 5 për shpull.